Greva e urisë në burgun e Strugës vazhdon edhe sot, në ditën e dytë. 13 të burgosur u hodhën në grevë pasi siç thonë u janë ndërprer kontratat e punës jashtë ambienteve të burgut. Fillimisht, ata deklaruan se drejtoria e burgut i ka informuar se përveç ndërprerjes së kontratave, 6 mujore të punës, u ndalohet edhe e drejta për të shfrytzuar fundjavë të lirë. Megjithatë, pas interesimit të televizionit 21, ata sqaruan se drejtori e ka ndryshuar deklaratën dhe ka thënë se është ndërprer vetëm mundësia për të punuar jashtë burgut. Të burgosurit theksojnë se do të vazhdojnë me grevën deri në rikthimin e kontratave të punës, të cilat sipas tyre u garantohen me ligj. Vazhdoj me grevën e urisë. Për momentin jemi mirë dhe nuk kemi pasur ndonjë problem shëndetësor. Sot nuk na ka ardhur asnjë mjek për të na vizituar dhe nuk kemi pasur takim me drejtorin. Grevën do ta vazhdojmë deri në realizimin e të drejtave tona që na takojnë me ligj. Pas nisjes së grevës, për t'i vizituar shkoi zëvendës avokati i popullit Ylber Rufati. Pas vizitës, ai deklaroi se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar mirëqënien e grevistëve. Është biseduar me ekipin mjekësor për shëndetin e grevistëve, bisedua me të gjithë grevistët, si edhe na u dorëzua dhe deklarata nënshkruar për grevën e të burgosurve. Jemi duke ndjekur nga afër situatën dhe po merren masat e nevojshme. Drejtori i burgut të Strugës, Ardit Mustafaj, deklaroi për televizionin 21 se kontratat e punës janë ndërprer për shkak se të burgosurit nuk kanë respektuar orarin.